Me përfundimin e raundit të parë të aplikimeve dhe regjistrimeve në Universitetin Fanoli të Korçës, ka nisur edhe raundi i dytë dhe i fundit. Aktualisht sipas autoriteteve të këtij institucioni, në këtë fazë maturantët duhet të kryejnë pagesën e tarifave. Aktualisht në Universitetin Fanoli ne kemi përmbyllur raundin e parë të regjistrimeve dhe kemi hyrë në raundin e dytë. Nga data 2 deri në 19 shtator, të gjithë ata studentë ose maturantë të cilët nuk kanë kryer mandatin e pagesës janë detyruar të futen në portalin Albania për të shkarkuar mandatin e pagesës, për ta paguar në postë ose në një bankë niveli 2 dhe mëtej ata do duhet ta çojnë pranë gjimnazit për të kryer konfirmimin e kësaj pagese. Nga data 20 shtator deri në 22 shtator, ata do të hyjnë në portalin Albania tek aplikimi A2A3 për të kryer procesin e edhjes programeve studimit, pra përzgjedhjes programeve studimit, ku ata kanë drejtë të zgjedhin deri në 10 programe, njësoj si në raundin e parë të aplikimeve në Universitetin Fanoli. Ndërkohë që nga data 29 shtator deri në datën 8 tetor, ata hyjnë në procesin e regjistrimit, ku duhet vinë pranë Universitetit Fanoli për të kryer procesin e regjistrimit në 5 faza 40 orëshe. Në Universitetin Fanoli të Korçës ka ende kuota të lira për maturantët që do të aplikojnë në programe të ndryshme, ndërsa ka edhe degë si edukim fizike e sporte apo infermieria në të cilat janë plotësuar të gjitha kuotat.